disa raste po paraqiten situatat e papritura. Thash edhe më herët, ne kemi njoftuar opinionin në vazhdimsi, bjen ndonjë bllok në mënyrë të paplanifikuar dhe atëherë paraqitet mungese për një hershme 200-300 megawattëve të energjisë elektrike, e cila është në këto rrethona është bukur vështirë të sigurohet. Ne po e bëjmë maksimumin në secilën rrethon, mirë po kjo nuk është në fahun e Keskos as të Kecit, domethënë mungesa e përnjëhershme është e Kekut, mirë po ato thash edhe më herët, bllokët nuk kanë siguri edhe të mëdha për shkak të vjetërsisë së tyre. Kemi të bëjmë me 4 kompani dhe cilat kanë një bashkëpunim të mirë, të shkëlqyeshëm dhe operojnë në baza ditore, do të thotë për ta mbulu kërkesën për konsum energji elektrike dhe të menaxhojnë me energjinë elektrike në përgjithësi. Sigurisht që mos funksionimi i njërës nga këto hallka atëherë sjell dete ndonjë mungesë energjisë elektrike edhe tek konsumatorët. Jemi dëshmitarë në disa raste bllokët nuk funksionojnë dhe sigurisht që atëherë e ndjen konsumatorë sepse kur po vije dete sigurimi i importit, ardha e importit do thotë kërkon kohë. Për shkak të regulativave nora ndërkombëtare, zakonisht nevojitet deri në 4 orë që të vi importi dhe kjo po shkakton të lashë. Mirë po duhet ta dimë se bllokët e Kekut janë shumë të vjetruara dhe nuk kanë besueshmëri. Sikurse në anën tjetër duhet ta dimë se ne jemi neto importues energjisë elektrike për shumë vite tashmë, jo vetëm nga koha e Kecit, po edhe më herët ka qenë. Kosova është neto importues, domethënë në sasinë e përgjithshme vjetore, kërkesa përkatësisht konsumi e tejkalon kapacitetin prodhues dhe për të mbuluar kërkesa atëherë sigurisht duhet të drejtohemi importit. Në shumë raste janë paraqitur edhe situata emergjente për shkak të mos stabilitetit të bllokëve, mirë po thash ato bllokë janë të vjetra dhe nuk kanë edhe siguri as të madhe në furnizim.